ditari i Ana Frankut, Anne Frank, 1947. Ky libër është sëri sinqert i një vajze adoleshente që shkruan për jetën e saj në një kohë kur liria i është mohuar. Përmes shënimeve të përditshme, Ana Frank na lejon të hyjmë në botën e saj të brendshme, ku frika, shpresa, ëndrat dhe pyetjet për jetën bashkëjetojnë në mënyrë të natyrshme. Rrëfimi i saj nuk është thjesht dëshmi historike, por një histori thellësisht njerëzore. Në faqe të thjeshta dhe të drejtë për drejta, lexuesi ndjek rritjen mendore dhe shpirtërore të Anës, marrëdhëniet me familjen dhe përpjekjen për të kuptuar veten dhe botën përreth. Shkrimi bëhet për të, një mënyrë për të reflektuar, për të ruajtur identitetin dhe për të mos humbur veten në kushte izolimi dhe pasigurie. Pikërisht kjo e bën librin kaq prekës, sepse flet për forcën e fjalës edhe kur gjithçka tjetër duket e pamundur. Ditari tregon se si përvoja personale mund të shndrohet në kujtesë kolektive. Ai na mëson se edhe në rrethana ekstreme, njeriu mbetet i aftë të mendojë, të ndjejë dhe të shpresojë. Ky është një libër që nuk kërkon vetëm të lexohet, por të kuptohet dhe të mbahet mend. Leximi i tij është një takim i drejtë për drejtë me një zë të ri, të ndershëm dhe të guximshëm, që vazhdon të flasë edhe sot. Është një ftesë për të reflektuar mbi lirinë, dinjitetin dhe rëndësinë e dëgjimit të historive njerëzore. Pse duhet ta lexosh? Sepse të kujton se fjala e shkruar mund të mbijetojë edhe në kohët më të vështira, dhe se zëri i një adoleshenteje mund të bëhet zë i gjithë njerëzimit.